Me lajmin e fundit, zëdhënësia antikorupcion Partinë Demokratike Genda Vangjeli po mban një deklarat për mediat. Krimi në Albania Digital Solution është akti i radhës i një skeme të pastër korruptive për kapjen e parave publike, fryrjen e administratës me militant dhe ngritjen e një strofke të re për hapësira vjedhjesh galopante. Në pretekstin e transformimit digital, Rilindja po krijon një super agjensi paralele me kapital fillestar prej 700 milion lekësh nga xhepat e qytetarëve shqiptar. Kjo nuk është një reformë teknologjike, por një mega skandal i hapur qeveritar që bazohet në 4 shtylla. 1. Strofka e re e patronazhistëve dhe militantëve, me një organik të projektuar prej 345 punonjësish, kjo kompani duket se po ngrihet si një strukturë për të rehatuar militantët politik. 2. Zhvatje pa tavan pagash për klientët e qeverisë. Me paga që në tregun privat shkojnë deri në 3.000 euro në muaj, kjo kompani do të përdoret për të paguar rrogat e luksit të obortarve të Rilindjes, duke fshehur pas statusit të biznesit privat që ushqehet nga buxheti i shtetit. 3. Dublim dhe fryrje e qëllimshme, akshi 2. Qeveria po dublon funksione strategjike si mirëmbajtje sistemesh dhe siguri kibernetike, dhe qëllimi duket se është mbajtja e stafeve paralele teknike, duke transferuar fondet publike nga një xhep në tjetrin dhe duke fryrë shpenzimet në kurrizë të taksapaguesve. 4. Monopol dhe gjobvëndje ndaj institucioneve dhe privatëve. Qeveria i ka dhënë kësaj kompanie të drejtën të caktojë vetë çmimet dhe kostot operacionale për institucionet shtetërore, duke i detyruar ato të paguajnë. Për më tepër, liria e saj për të hyrë në tregun e lirë dhe për të krijuar shoqëri të tjera brenda dhe jashtë vendit, hap rrugën për partneritete klienteliste me oligarkinë etik. Ky vendim është dëshmia e një qeverie që po privatizon çdo shërbim për interesat e saj korruptive. Meqense akshi është në varësi të tij, ne i drejtojmë sot publikisht këto pyetje kryeministrit Edi Rama. 1. Pse po krijohet një akshi paralele me 345 punonjës që dublon pothuajse 100% të funksioneve të saj? 2. Pse u zgjodh formula e një shoqërie aksionere që operon si biznes privat për të kryer shërbime publike, duke i dhënë mundësinë të paguani rroga luksi për njerëzit e oborrit tuaj politik me paratë e taksapaguesve? 3. Mbi çfarë analize financiare u alokua kapitali fillestar prej 7 milion euro nga buxheti i shtetit për këtë kompani? Si mund të jepet kjo shumë e jashtëzakonshme një entiteti të ri, ndërkohë që arsimi publik, shëndetësia dhe shtresat në nevojë vuajnë nga mungesa e fondeve bazë? 4. Meqense ADS ka të drejtë caktojë vetë çmimet e shërbimeve për institucione shtetërore, si do të parandalohet skema ku paratë e institucioneve publike transferohen pa kontroll drejt kësaj kompanie përmes faturave të fryera artificialisht? 5. ADS gëzon lirinë për të marrë pjesë me kapital në kompani të tjera brenda dhe jashtë kufive të Shqipërisë. A është ky autorizim i qëllimshëm për transferuar paratë dhe asetet e teknologjisë shqiptare drejt kompanive private duke përdorur parajsat fiskale për të fshehur përfituesit e vërtet? Partia Demokratike kërkon anulimin e menjëhershëm të kësaj strukture dhe hetimin pavonesë nga organet e drejtësisë të kësaj skeme të re të zhvatjes së buxhetit të shtetit. Faleminderit. Ndoqëm zëdhënësën antikorupcion Partinë Demokratike zonjën Genda Vangjeli në këtë denoncim të saj, do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare.